Tashmë prej më shumë se 1 muaj, orari I pritjes për urbanin e qytetit është shkurtuar nga 2 orë në vetëm 20 minuta. Ma shpesh vjen. Përmirësolia, mirë, shumë mirë. Sikur është përmirësuar shumë, se ka kanë një gjendje të mjerueshme. Ju lumt atyne. Zbatimi I orareve të reja në shërbimin urban të qytetit të Shkodrës ka sjell një përmirësim të ndjeshëm për qytetarët. Ulja e kohës së pritjes në stacionin nga 1 orë në vetëm 20 minuta ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e frekuentimit të këtij shërbimi publik. Kur ditë merren një gjyqësorit është merren rregullave. Me biletat rregulla, me kajt është shumë të rregullt. Janë kajt rregullt. Urbani është I nevojshëm për pensionistët e për familjet me fëmijë vëll shkollët janë shumë I nevojshëm. Unë pi kafen për shembull atje në pazar dhe dikur jam rezervuar se s'kishte e autobusat e vanohej, tash e kam sigurt atë. Në fund të muajit mars, Bashkia e Shkodër dhe administratorët e shërbimit urban u angazhuan për të përmirësuar shërbimet publike dhe për t'i bërë ato më funksionale, me qëllim lehtësimin e lëvizjes në qytet. Pritet që në muajt vijues të ketë edhe më shumë linja urbani, me qëllim mbulimin e plotë të qytetit të Shkodrës me transport publik.